kur ndini vetmi edhe kur ndini vështërsi edhe nuk ju delet jashtë, edhe i thoni vetës, hajtë se ma mirë, po rri shpi, po knaqëm me këtë mënyrë të jetës, por mos harroni sepse edhe kjo vetmi edhe kjo mbyllje fillon ngadalë me ju bo si depresion, por nuk e merr një vesh. Prandaj, kur keni vështërsi, delni, spaku deri në shitore, dikujt i thoni mirë mëngjesi, mirë drita, përshëndetje, një muhabet, një bisedë del dhe ju me njëherë e keni ndryshu atë gjendjen emocionale të juajën. Pra, qoftë edhe deri në shitore. E kundërta e kësaj, bota materialiste, shikoni për me ju bo konsumator, për me ble ju gjana sa ma shumë, thot kur keni në depresion, delni në shitore edhe shikoni na i veshje në ndoni gjemper, roba, bleni diçka se përmes blerjes ju e largoni depresionin. Jo, përmes blerjes ju mund ta shtoni depresionin, sepse ndoshta edhe nuk keni buxhet për tanë mujin, ju keni mungarku vetën që e bleta këtë gjemper, pa nevoj, vetëm se kisha nevoj me dal jashtë, e jo me bo hargjime, po bota materialiste ndonjëherë kështu na mësojnë, por verbërazi mos i besoni, as psikologjisë, as njerëzve të cilët ju thojnë në këtë mënyrë, pa e kalkuluar mirë në kokën tuaj, gjendjen tuaj. Ti ke nevoj me dal, po jo me hargju, mundesh me shku me ble një buk e një kafe me pi, ajo me grumbullu roba e gjana e çka nuk duhen me ble, edhe vetëm e ke ngarku hala ma shumë vetën tënde me përveç depresionit që ka disa elemente, tani i ke fut në kokë edhe një problem tjetër se mos val a do të kem deri në fund të mujit buxhetin e duhur për të jetuar.